Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur hetimet për një nga fraksionet e dosjes së inceneratorit të Tiranës. Në gjykatër shquar kërkesa për kalimin në gjyq të 10 të pandeurve, konkretisht Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Dashamir Meraj, Ariola Kodra, Denisa Tolkuçi, Elton Bualli, Renato Nalbani, Giuseppe Ciafakiono dhe Marco Ricardo Lapat. Mbi ta SPA ka ngritur akuzat e mashtrimit, pastrimit të parave, grupit të strukturuar dhe kryerjes së veprave nga organizata kriminale. Të pandeurit janë hetuar në mungesë pasi në momentin e rreshimit të masave të sigurisë në qershor 2024 nuk u ekzekutuan nga policia. Ky është vetëm një nga fraksionet e dosjes së inceneratorit të Tiranës, pasi për të pandeurit e tjerë vijojnë ende hetimet nga SPAK. Dyshohet se ky grup, sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, të ketë pastruar rreth 20 milion euro me fatura fiktive të Integrated Energy, kompania që ka lidhur kontratën për inceneratorin e Tiranës. Organi i akuzës thotë se aktiviteti kriminal i këtij grupi është kryer në vazhdimsi që nga momenti i lidhjes së kontratës koncesionare. Nga hetimi ka rezultuar se pronarët de facto të shoqërisë koncesionare Integrated Energy SHBK, të pandeurit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto kanë përfituar në mënyrë të parregullt vlera të mëdha monetare të siguruara nga zbatimi i kontratës koncesionare, duke mos bërë investime për realizimin e veprës objekt të kësaj kontrate. SPAK sqaron në njoftim për shtyp se Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto kanë përdorur mekanizmin e nxjerrjes së shumave monetare nga llogaritë e shoqërisë koncesionare në sajt të mashtrimit nëpërmjet krijimit të faturave fiktive, në sajt të shfrytëzimit të shoqërive fiktive të krijuara brenda dhe jashtë vendit, si dhe përmes transferimeve në vlera kesh në shumën 1.283 milion dhe 16 milion euro. Nga hetimi është evidentuar fakti se për të arritur qëllimin kriminal të pastrimit të parave, të pandeurit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto kanë vepruar në bashkëpunim të veçantë në formën e grupit të strukturuar kriminal, duke bashkëpunuar edhe me të pandeurit e tjerë. Në fund SPAK sqaron se siç është bërë me dije në njoftimet e mëparshme, janë dërguar për gjykim në kuadër të procedimit penal të ndarë edhe shtetasit Lefter Koka, Elçi Bllako, Pëllumba Beshi, Erion Murata, Bledar Karoli dhe të pandeur të tjerë, të cilët janë gjykuar me vendim gjyqësor të formës së prerë.